Beslidhje Lezhës. Lidhja demokratike du të krijoj një mundësi të gjeni Skënderbej që të mbledhin gjithë feudalët. Po ja Ermari dhe pastaj ty. Vetëm diçka shkurtimisht. Ka diçka. Përparim Rama për arsye që fitoi Prishtinën, tash më duket sikur është më i avantazhuar edhe për shkak se siç e dini dhe në histori Napoleoni thoshte Mzioni kur të ketë trazira në Paris, për rëndësinë që ka kryeqyteti i një vendit edhe për konceptet politike, ekonomike apo kulturore. Por unë mendoj të paktën edhe në gjuhën dhe në dëshifrimin që i bërë zotit Abdigjiku, mendoj që zoti Abdigjiku nuk do të shkojë drejt dorëheqjes. Dhe mendoj që kryesia apo edhe këshilli që ata do të mbledhin, do ta vot besojnë përsëri. A është i dur i zoti Abdigjiku në këtë qasje? Rezultatet deri në këto momente tregojnë që ai nuk ka arritur dot për shkak jo vetëm të sipëroj vetveten, ai ka treguar një pamje qytetare, ka treguar një kostum që i duhet LDK-s, por a do duhet të ketë ka më shumë se nuk mjafton vetëm çunimin politik. A do duhet zbresti në terren. Në anën tjetër ka edhe diçka për PDK-n dhe për zotin Bedri Hamza. Edhe në këtë fushat, në fakt edhe pse kaloi në heshtje, pati një të paktën simbolike ishte ajo, një përplasje me zotin Lushtaku, i cili në akuzat e ndërsjellta që kishte me një prej kandidatëve të vetëvendosjes, arriti që në një tubim para zotit Bedri Hamza, kryetarit të PDK-s, ta lëshonte gjuhën dhe tha unë e di që kjo nuk i pëlqen kryetarit, por unë tha Zagar dhe Zagaricat e... Po ne të tillë jemi. Kjo do të jetë sfida më e madhe zotit Hamza, sepse duke qenë se disa individat, disa personalitete, të cilët për shkak të konteksteve të luftës kanë arritur një atribut edhe në opinionin publik, por edhe në marrëdhëniet personale, do të jetë shumë e vështirë që zoti Hamza t'i thyej. Dhe kjo është një prej arsyeve që pse zoti Kurti sot mbretëron se nëse ne flasim në terma të një dinjiteti shtetëror, zoti Kurti nuk ka sjellë asnjë investim. Vjosa Osmanin e shikon me një mandat të dytë? Unë realisht mendoj që po, vetë gjithë fuqia që do të bëjë zoti Kurti, për shkak se i ndihet borxhli, sepse vetë zonja Osmani ka qenë si balancuese kur vetë zoti Kurti hyri në këtë betejë dhe përdorte tezat sovrane, ju e dini shumë mirë që vetë zota Vjosa Osmani ishte edhe në një kamp ushtarak aty. Bënte policinë e mirë. Pra, zonja Osmani fikse, thatë që polici mirë ishte zonja Osmani, polici keq ishte zoti Kurti, por edhe për shkak që zoti Trump edhe në Francë e afroi, por gjithashtu pati një qasje në diplomaci, kështu që në këtë moment unë mendoj që zonja Osmani ka të gjitha aksese dhe të gjitha pikët e mundshme për të... Tjetër gjë është duhet dhe tjetër është gjë do jetë. Do jetë e vendos vetë zoti Kurti, por në optikën time se mund ndodhi dhe që mund të ketë një thik pas shpine. Edhe unë jam në një